e shoh që ka një spil me D. Çfarë duhet jetë? Drejtësi. Drejtësi. Mos e ka Dumani. Se di, më? Se zgjidhim do të. Pas ka vendosur spil se herët e tjera nuk besoj. O Blendi, ka një kështu për punën e Ahmetaj, se zoti Dumani thotë që është i mirëpritur të vijë të japi, të bëhet bashkëpunëtor. Problemi është se në raport Dumani, jo vetëm me zotin Ahmetaj, por me gjithë këta bashkëpunëtorët e tjerë të dështuar drejtësisë, që nuk arritur t'i bëjë dot bashkëpunëtor, problemi është që ata duhet ta konsiderojnë veten të fajshëm mirë, pastaj të bashkëpunojnë. Po, që nuk është. Po e quhen veten e pafajshëm sallë gjyqit, nuk ka se si të bëjë bashkëpunëtor. Jemi në situatë kur vjen mbas një viti për të raportuar, është viti i fundit i mandatit në kryet SPAK-ut të Dumanit. SPAK-u përbën rreth 0.3% të çështjeve të drejtësisë shqiptare, 99.7% çështjeve të drejtësisë takojnë gjykatave të shkallave të para dhe të gjitha shkallave të... Po, janë të gjitha bashkë, shkalla para, apeli, gjykata administrative, gjykata lartë, por ndërkohë, duket që SPAK-u ka marrë një mbështetje publike më të lartë, zatjerat dhe reforma në drejtësinë, përgjithsisht reduktuar tek imazhi i SPAK-ut, duke lënë minjan katastrofën e plot që ka ndodhur me gjykatat e niveleve të tjera. Dumani ka raportimin e fundit, sepse në dhjetor ai duhet zëvendësohet, ne nuk kemi folur për zëvendësimin sepse ende nuk janë të qartësuara se çfarë mund ndodhi në zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut. Neritan, shumë i strikt në raportim. Në fakt unë habita që pothuajse gjitha pyetjet ishin pyetje në lidhje me hetime. SPAK-u, ne flasim për SPAK-un, po SPAK-u si institucion ka një sër problemesh që kanë të bëjnë me mënyrën se është organizuar, me kompetencat e prokurorëve dhe si vepron. Dhe një kuvend me këtë duhet merret. Duhet merret me anë institucionale të një institucioni, më tepër se sa thjesht të pyesi për çështje të caktuara, që dihet që ai që nuk jep koment. Sot aty është humbur një mundësi si legislativ për të parë kjo reforma në drejtësi të paktën sa i përket SPAK-ut. Si ka ecur, çfarë vështirësish ka, çfarë probleme ka, probleme strukturore, probleme të drejtave. Për shembull, një nga problemet kryesore që nuk diskutohet, por që është një problem i jashtëzakonshëm i prokurorisë është fakti që reforma në drejtësi kalon nga ekstremi në ekstrem. Nga momenti kur prokurori ishte praktikisht shefi të gjithë prokurorëve, ndërhynte deri në çështje, deri tani ku çdo prokuror është bërë shefi vetvetes as kujt tjetri. Dhe kjo ka fragmentuar hetimet, ka krijuar probleme të caktuara, mbi të gjitha ka krijuar standarde dyfishta. Dhe ky është një problem që është ndeshur, dhe është një problem që është zgjidhur nga pikpamja legislative. Ky problem nuk doli askund. Jo, sumorën fare me pjesën administrative, sepse strategjia e opozitës ishte të përmend çështjet dhe të quaj Dumanin përgjegjës, do të thënë palë me Ramën që nuk heton Ramën. Kurse sot, kuvendi duhet të marrë pikërisht me probleme të thella që ka dhe vetë SPAK-u, edhe struktura SPAK-ut ka probleme, edhe mënyra si vepron SPAK-u ka probleme. Për shembull, një gjë që ishte dukshme, çështjen e hetim paraprak, në hetim paraprak, në hetim paraprak. Po këto çështje kanë 3 vjet janë hapur. Si mund të jetë një çështje në hetim paraprak 3 vjet? Hetimi paraprak do thotë unë shikoj disa të dëna që kanë dhënë dhe shikoj, janë të arsyeshme. Ja vlen të fillosh hetim apo s'ja vlen? Nuk ja vlen vërtetosh asgjë fare, vetëm të kesh me intuitën e një prokuror. Aeroporti Vlorës është çështje ditëve të fundit edhe të tjera. Pra me Gonigali nuk mund të jetë hetim paraprak, apo çështje tjetër. Pra ti kupton, atëherë kuvendi do të thotë, pse janë pyetja do të ishte, pse keni kaq shumë çështje në hetim paraprak? Ju mungojnë pyetjet që dhën përpara. Po pra, nëse ne flasim që sot do të kishim... Në raportimin ata e dini se kishin nga komisionet parlamentare, gjithçka do raportohej sot. Kështu që kjo nuk është justifikim. Raportimin e dhe komenti fundit është kjo gjë. Po, ja ta mbaroj këtë se kam një pyetje tjetër. Me SPAK-un ka ndodhur kjo gjë që u pa dhe sot në kuvend. Ne kemi vënë SPAK-un në qendër dhe kërkojmë SPAK-u të zgjidhë çdo problem politik, çdo problem drejtësie dhe problemet e politikës të zgjidhë SPAK-u. Pra edhe qeverinë të argëzoj SPAK-u, edhe Edi Ramën të argëzoj SPAK-u, edhe luftën kundër korrupsionit ta bëj SPAK-u, edhe demokracinë ta sjellë SPAK-u, edhe gjitha SPAK-u. Dhe është një gjendje krejtësisht absurde, se SPAK-u nuk është as drejtësia. Drejtësia në fakt janë gjykatat. SPAK-u është një element i drejtësisë. Pavarësisht se ka një funksion të veçantë. SPAK-u është organi i akuzës, drejtësinë është një palë ose fajsinë e vendos gjykata. Prandaj po them që sot unë do doja që në kuvend të kishte një komplet diskutim tjetër. Vetëm një gjë. Por të marrë me këto probleme të vërteta. Tema sot më interesante, dhe këtë duhet hapja pak, në kuvend ishte reagimi ndaj zonjës Balluku. Ka një lajm që qarkullon, ne nuk kemi asnjë dhënë përse bëhet fjalë për çfarë lloj hetimi, për cilën nga çështjet, sepse janë një sër çështjesh për të, dhe gjithë vëmendja e mediave në gjithë fundjavën ka qenë te kjo çështje. Me sa duket Dumani e ka shmangur duke pritur që ta bëj publike në momentin që zonja Balluku do të paraqitet. Që është dhe ligjërisht krijon e komplikon një hetim ndaj Ballukut situatën politike? Unë mendoj që jo. Ti mendon që jo? Nëse flasim për këtë çështje, një mënyrë për ta gjykuar se dim cila çështje është, nuk dim as. Po çfarë do qoftë? Ka një gjë
ka një gjë që du të kemi parasysh. Kur flasim për çështje të cilat do të shikojmë strukturën e pushtetit, largimi apo jo zonjës Balluku, hetimi apo jo zonjës Balluku, po e marrë pafaqshme, nuk ka rëndësi. Po supozojmë se ajo do hetohet, nuk e prish fare strukturën e pushtetit. Unë e kam thënë vazhdimisht dhe po e them prapë. Gjithë pushtetet në Shqipëri burojnë nga zoti Rama. Gjithë tjerët janë përkohshëm. Një zëvendëskryeministër sot, një zëvendëskryeministër nesër, do jetë një tjetër, do jetë një tjetër, por gjithë pushteti buron nga zoti Rama dhe për aq kohë sa nuk preket pozita e zotit Rama, nuk preket pozita e strukturës pushtetit. Pra nuk në Partinë Socialiste nuk ka numër 2, në qeveri nuk ka numër 2. Ka njerëz me etiket numër 2, ka njerëz që gjykojnë për nga afërsia mund të jenë të afërt, por nga pikpamja e pushtetit. Me numrin fanel thua ti, po që nuk luajnë. De facto, gjithë pushteti përveç zotit Rama, pushteti gjithë të tjerë buron nga afërsia me zotin Rama. Megjithatë fakti që Spaku ka kputur një nga njerëzit më të rëndësishëm PS-s ishte kryetari i Bashkisë Tiranës. Shkonte zëvendëskryeministria, ka kputur një zëvendëskryeministër tjetër paraardhës. Nuk është kaq e thjeshtë. Është gjë e jashtëzakonshme. Po nuk përkthehet kapital politik për opozitën thuaj. Sepse struktura politike është komplet gjë tjetër, pra demokracia nuk funksionon thjesht vetëm me drejtësinë penale. Pra, a do japi dorëheqjen zoti Rama në qoftë se zonja Balluku do merret e pandehur? A do japi zoti Rama në qoftë se ministrat të tjerë do? Jo, a mund t'ja kërkojmë vetë Ballukut se Rama? E para, e dyta është. Po të thua se do që të zëvendësojnë. A do të çojnë njerëzit protestojnë ta rrezojnë qeverinë mbasi të marrin vetë disa skandale të qeverisë? Se këto janë elementet që funksionojnë për të rrëzuar një pushtet. Po s'funksionon këto element, nuk mund ta bëj Spaku këtë gjë. Pra opozita ka të fuqi që të sjellë njerëz në rrugë, ka të fuqi që të manovrojë. S'mund të kërkosh pikërisht. Pra edhe një herë, që të gjykojmë çdo lloj ndodhie, do të shikojmë preket apo jo struktura e pushtetit. Dhe zonja Balluku e fajshme apo pa fajshme nuk e prish strukturën e pushtetit. Ajo mund t'i vjen një çështje personale e saj, po jo çështje e strukturës politike Partisë Socialiste. Anri, për zonjën Balluku një sqarim shumë të vogël që thuhet se hetohet, pra është në hetim dhe do kalojnë procedim penal, pra nga hetuar e procedim. Për tenderin që ka lidhe me ish drejtorin ARSH-s që është arrestuar për mbikëqyrjen e punimeve të Nerit Llogaras. Dhe vepra penale që dyshohet se ka kryer zëvendëskryeministja është favorizim i tenderave, që është vepër penale që shkon nga e di Anri jo më shumë se 3 vjet. Gjithë ditën të marrë një javë kjo muhabet o Blendi. Dhe nga të gjitha çfarë dëgjoj gjërat ndryshme. Ka një javë kjo muhabet. Nuk është se e dinim të gjithë, thjesht nuk e thonin për shkak të etikës, sepse kështu do të funksionojë. Jo, fakt duhet pritur tamam deklarata Spakut që t'jemi edhe ne të qartë. Unë prandaj po them që për atë thuhet dhe ajo, dhe favorizimi i tenderave shkon deri në 3 vjet. Tani nga kjo që kemi parë deri tani shohim 3 vjet për çfarë? Vepër penale. Kështu që është një vepër krejtësisht që nuk e zonjën Balluku nuk e cënon për shkak të punës në parlament. Ndoshta e cënon te pozicioni i saj si zëvendëskryeministre, sepse mund ndikojë, mund të ripërsërisi veprën penale, por nuk është vepër penale që i kalon mbi 5 vjet që duhet t'jap dorëheqjen se Spak t'i kërkoj këshillit mandatit, të heqë mandatit, por historia e gjatë se s'do të ka një gjë. Rama e ka bërë të qartë që nuk jep më asnjë zyrtar për sa kohë nuk mbaron hetimi. Patjetër, ai standard. Ndoshta kjo është e drejtë se kështu duhet funksionon. O Blendi, ai është standard që vendos Rama se si do sillet Rama përballë Spakut. Unë po flas me çfarë detyrimi ligjor ka Spaku nëse vepra kalon mbi 15 vite. Pra është vepër e rrezikshme dhe Spaku ka detyrimin ligjor t'i kërkojë nëse është i bindur se zonja ose kushdo zotëria vetëm për veprat mbi 5 vite. Pra një vepër e rënd penale quhet Veliajin e pas kanë palos për 5. Patjetër sepse quhen pasi e parave. Kurse nga ana tjetër kishin këtë punën e drejtoreshës kadastrës Durrësit, për shembull, që u dënuar 7 vite për pastrim parash, 4.8 me duke bërë gjykim të shkurtuar, ja dhanë 3 vjet me shërbim prove, po shikojmë fondet e i-partit nuk hetohen. Zonja Balluku ndoshta pas pretendimeve që presim, pra në konceptin ton, por Blendi unë jam dakord që burgu është për burra, po na vjedhin gratë. Sepse Rama e ka mbushur qeverinë të paktën, fal për Ornela, e ka mbushur që mos i shkojnë dot mbushur. Ideja nuk duhet të jemi ligësh, faktikisht. Anë për ish vërtet pavarësisht po tani ministra i kemi gra, nuk i kemi burra. Nga arrestimi, nuk ke pse shkon në arrestim pa qenë i bindur. Ti e çon gjykim, dhe nëse ai del fajtor, çohen burg, po jo ta mbash paraprakisht në burg dhe pastaj del te gjyqi dhe fiton miliona. Jo, kjo pjesa që po burgun po e bëjnë burrat dhe s'po bëjnë gratë, ndoshta prandaj po bëjnë këto ndryshime të kodit penal për kastrimin, se ndoshta kanë mendje të kthejnë dhe gjinin këta që mund të jenë subjekti i Spakut për ta bërë çik kështu ironi. Pjesa më e madhe ose absurdi që pa mëson në kuvend është se deputetët e Partisë Socialiste ose socialistët më saktë rrinin gjoksin në kuvend aty në foltore dhe thonin ore neve ju s'keni nuk e prekni dot drejtësinë, ju s'keni çati bëni dumanit apo kujdo tjetër, por në fakt, po ta mendosh, edhe reagimi i Ramës që ishte para disa ditëve më parë që tha
ne kemi punën tonë, ato kam punë të tyre, po në fakt, puna e Dumanit është Rama, në thelb Rama dhe të tjerë. Se këta e subjekti punës atit. Nëse këta do ishin, nuk do ishin ato që thonë se janë, ky zotëria s'do kishte punë, s'do ishte ngrita struktura posaçme. Kështu që në kontekst, tani, kë absurdi që ekziston të paktën ku vend është se këtu neve do vjedhim, ju po keni detyrë të na kapni, të paktën nga deklarata e vetme që këdha Raman për shkak të zonjës Balluku. Po këto ishin vetëm për deklaratat, në fakt, se po ta marrim